Struga, qytet buz liçenit që çdo vit pret me emocion festën e të rinjve. Këtë herë u përfshin ngareshjet e shiut në ditët më të veçanta për maturantët. Por as moti nuk mund të ndalte entuziazmin, energjinë dhe emocionin e tyre. Me plot krenari, buzëqeshje dhe muzikë, ata sfiduan rreshtet dhe i dhanë qytetit një pamje të gjallë e rinore, duke dëshmuar se gëzimi i fundit të një kapitulli nuk varet nga kushtet, por nga zemra që ata jetojnë. Nxënës, juve jeni një gjenerat e veçantë dhe në mesin tuaj ka nxënës shumë të suksesshëm, nga të cilët presim që ardhmja juaj të jetë ndritur dhe nga mesi juaj të dalin kryetar komune, inxhiniera, doktora e kështu me radhë. Unë ju auguroj maturën. Të dashur maturant, shumë urime nga administrata e komunës së Strugës dhe nga edhe prej meje personalisht për të gjithë ju që keni ardhur në një shkollim të mesëm dhe që sot gëzoni statusin e maturantit. Pra sot një ditë me shi, maturantët e gjimnazit Dr. Ibrahim Temo nuk e ndalën aktivitetin e tyre të përvjetshëm për paradën. Kështu që atë që dëshirojnë ta bojnë nuk ka gjë që i pengon. Pra tradit e çdo vitshme e gjimnazit. Ju uroj maturantëve suksese, suksese dhe suksese. Parada është cikël i cili kryhet në gjithë Evropën juglindore, fillesën e kanë Sloveni dhe ne sot jemi bashkangjit disa vjet me radhë këtij procesi. Këtë vit insistova që të jetë parada për shkak se edhe për shkak të kushteve të këqija atmosferike ne vendosëm ta realizojmë, sepse është një gjenerat që kemi kalu shumë bukur bashkë dhe kemi kalu në disa çaste shumë bukura, kemi bërë shumë aktivitete bashkë dhe kisha qejf ta finalizojmë me një ditë më të bukur se kjo faktikisht. Çfarë ju uron maturantëve? Ju uroj fat, lumturi dhe shëndet në jetë. Kjo është mesazhi im për ato. Të veshur me ngjyrat e gëzimit, krenarisë, maturantët e gjimnazit Dr. Ibrahim Temo dhe shkollave të tjera të mesme u mblodhen në qendrën e qytetit për të ndjekur traditën europiane të paradës. Ndonë se qielli mbuluar me renj nuk premtoi një ditë të thatë, të rinjt nuk hezituan, hapën çadrat, ngritën pankarta dhe mashtruan me krenari duke shpërndarë emocione pozitive në çdo hap. Sot shënon një ditë shumë të lumtur për ne maturantët, edhe pse fundi ne e përfunduam në mënyrën më të bukur, e kryem paradën, edhe pse me shi, doli me sukses dhe nesër e presim maturën. Më pastaj shohim për të ardhmen, që besoj sekret ne do kemi një të ardhme shumë të ndritur. Suksese! Faleminderit! Sot për neve është një ditë shumë e bukur, e gëzojmë titullin maturant dhe tash na pret një rrugtim tjetër. Për neve këtu sot mbaroj çdo gjë. Planet për të ardhmen, mendoni të studioni dikundi? Mendojmë të studioj në Shkup, në kryeqytet, po do shohim. Suksese! Faleminderit shumë.
Për shumë nga këto maturantë, kjo ditë do të mbetet e paharruar, jo vetëm për faktin që shënojnë mbylljen e një etape të rëndësishme, por sepse u përjetua në mënyrë unike, ndryshe nga çdo vit tjetër. Edhe pse të lagur nga shiu, si të tyre shkëlqeni nga emocionet e së ardhmes që i prek. Hajde!